Këtë fundjavë që vjen. Lutemi për pastor Sem, do të vi me gruan e tij Susan, kështu tha Astriti. Atëre lutoni për ta që Zoti t'i përdor gjatë konferencës. Lutemi për fjalën e tij, lutemi për zemrat tona, sa nevojë që kemi. Zot me siguri do të kesh diçka për ne. Lutemi për njëri tjetrin. Lutemi për hirën e Perëndis në jetën tonë, udhëtimin, gjithçka edhe atë ditë për të premten, për të dielën gjithashtu do të dëgjojmë lajmërime më shumë pastaj. Sot do të shohim nga fjala e Perëndis. E keni vetëm atje më duket, ëh? Po. Një pasazh shumë të veçantë. Po pyetja që do të bëja fillimisht është kjo që a keni hedhur parfum sot, jeni lyer me parfum? Sot do të flasim për një aromë të mirë, ose një aromë të këndshme, thot Pali. Edhe për çfarë ka fjalën ai, nuk bën fjalë për parfumin fizik, dakor, megjithëse unë e thash fillimisht, shikoj, nuk është gjë e keqe ndonjëherë, mirë është të lahemi para se të lyhemi me parfum nëse do, po larja është gjë shumë e rëndësishme, por gjithsesi lëshojmë një aromë. Edhe për këtë do të flasim nga ana frymërore, shumë e rëndësishme kjo gjë që do të shohim sot, sepse Zoti jo pa qëllim i jep gjëra të tilla. Pali ishte në Troas. Në Troas është një qytet në veri perëndim të Turqisë së sotme. Edhe aty ishte duke predikuar ungjillin, edhe kishte shkuar me një mesazh shumë të rëndësishëm. Edhe ai po komunikon aty diçka. Paraprakisht, para se të futemi në studimin e pasazhit sotshëm, le t'ju them që niveli i komunikimit në shoqëri është shumë i rëndësishëm. Edhe është bërë një studim psikoanalitik ku jepen ato 5 nivelet e komunikimit. Dakor, komunikimi është diçka që nuk mund zvendësohet me asgjë. Domethënë përmes komunikimit ndërtohet shoqëria, edhe jeta, funksionon shoqëria njerëzore, gjithë njerëzimi. Edhe janë 5 nivele të komunikimit. Le t'i shohim me vëmendje shumë shkurt, para se të bëj lidhjen me fjalën e Perëndis. E kemi, se unë mësova kështu tani. Së pari njërë janë klishet, dakor? Doli aty, e kam të vështirë në fakt. Ose e di çfarë mundesh ta bësh vetë. Flasim për klishet. Janë ato fjalët shablon, dakor, që ne përdorim. Është një bisedë sipërfaqësore. Për shembull themi, po ç'kemi, si je, apo jo, një bisedë normale që fillohet një bisedë, janë disa shprehje, të cilat janë të thjeshta. Është një le të them, nuk futesh thellë në bisedë, por është shumë sipërfaqësore. Po ndonjëherë më mirë një bisedë sipërfaqësore se sa ndonjë heshtje e sikletshme, apo jo. Kur përballesh me njëri, qoftë je duke shkuar në shtëpi, apo je duke zbritur nga pallati, apo sido që të jetë, ç'kemi, përshëndetje, si kalove. Ndonjëherë këto pyetje as nuk duan ndonjë përgjigje ndonjëherë, ëh? Thjesht e pyet tjetrin sa për thënë që je aty, edhe do që ta përshëndesësh. Janë tërësisht, si thuash, sociale në natyrë. Është një komunikim pak i mërzitshëm dhe kur mbetet në këtë nivel, kështu është. Ky është niveli i parë. Niveli i dytë janë faktet dhe raportet, nëse më ndihmon me PowerPoint-in. Pra ky nivel shkëmben vetëm informacion si jashtëmi, nga ana jashtme. Dakor, nuk futet së brendshmi, pra nuk shpreh ndonjë opinion në bisedë, nëse je në këtë nivel. Për shembull, je në një terren shumë të sigurt, as pak të rrezikshëm. Për shembull, flet për motin, si është koha, është me shi, është me diell, si është koha sot, ose si është koha ande, apo do të thënë ja kështu është koha. Flet për lajmet. Bëhesh transmetues, jep ato fakte që ke dëgjuar, i ke dëgjuar në lajme, apo ke një lloj informacioni që mund të jetë i përcipt, po thjesht transmeton lajmet. Flet për gjëra të ndryshme, për ndodhit kohës tanishme, flet për sportin, për shembull ndeshja Shqipëri-Serbi që doli kaq. Po nuk jep ndonjë opinion tëndin, thjesht transmeton fakte si jashtëmi. Ndërsa niveli i tretë është niveli i opinioneve dhe gjykimeve. Këtu tani, në këtë nivel, fillohet të gërmohet, të gërvishtesh, edhe futesh pak më shumë në sipërfaqe. Dakor, ky është ai lloj niveli që zbulon diçka nga vetja jote, zbulon opinionet e tua, mendimet e tua, gjykimet e tua. Për shembull, duhet të ishte kështu, duhet të ishte ashtu.
nuk e pëlqej këtë, nuk më pëlqen kjo, më pëlqen kjo gjë tjetër. Domethënë fillon dhe jep një mendim tëndin, një opinion tëndin. Edhe këto fjalë në bisedë nxjerrin në pa bindjet dhe idet tona të vërteta. Ndërsa niveli tjetër është niveli i ndjenjave dhe i emocioneve. Tani çfarë ndodh? Këtu njeriu fillon të zbuloj emocionet e tij. Pra futesh pak më thellë në bisedë. Zakonisht kjo ndodh me njerëzit që i ke pak më afër, që kalon më shumë kohë me ta, që mund të jenë koleg pune, mund të jenë familjar, mund të jenë njerëz me të cilët kalojnë më shumë kohë. Për shembull shprehesh edhe fillon edhe thua po jam i zemëruar, jam i friksuar, kam frikë nga kjo gjë, kam frikë nga ajo gjë, jam i trishtuar. Ky është niveli 4 dhe niveli i fundit është niveli 5. Niveli 5, i cili bën fjalë për të vërtetën e plot. Ky është niveli më i thellë i të folurit, i të thënit të së vërtetës hapur. Për shembull, në këtë nivel janë ato që mund t'i quash rrëfime, fillon rrëfen diçka. Edhe është një nivel i cili arrin deri aty sa që mund të ushtrosh faljen, fal tjetrin apo merr faljen. Dakord? Pra akordohesh. Nëse je me dikë, e kupton, të kupton, edhe fillon edhe flet gjëra që janë të vërteta, të plota, ashtu siç ti i përjeton. Është një nivel tek i cili ndahen ëndrat, zhgënjimet, tregon sekretet, ruan sekretet e dikujt që ai të thotë, edhe ky është niveli i fundit. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë Pali këtu, do të futemi tek Pali. Ai po komunikon me korintasit në nivelin më personal, në nivelin më intim. Edhe shikoni, ai hap zemrën e tij tek letra e 2 e Korintasve. Letra e 2 e Korintasve është një letër tejet personale. Nëse ne pam këto 5 nivelet e komunikimit, shikoni se si shprehet ai te letra e 2 e Korintasve, kapitulli i parë dhe vargu 8, thotë sepse nuk duam o vëllezër që të mos dini për shtrëngimin që na ndodhi në Azi, ku thotë, shikoni si shprehet Pali, u rënduam tepër për tej fuqive tona, thotë. Ai sa u dëshpëruam edhe për jetën. Shikoni sa personale e bën Pali letrën. Pra fillon edhe shpreh ndjenjat e tij, emocionet e tij, domethënë deri këtu arrin. Edhe e shpreh të vërtetën siç është. Shikoni tek vargu tjetër, tek kapitulli 2 dhe vargu 4 thotë sepse prej shtrëngimit të madh dhe ankthi në zemër. Imagjinoni apostullin Pal, që ne mund ta konsideronim një njerëz shumë të fortë, edhe në personalitet, një njerëz akullt, duket sikur është vetëm një njerëz i cili është i vendosur i çelikt, përsëri ai ka emocione, edhe i shpreh këto emocione, edhe thot dhe për shtrëngimit të madh dhe ankthi në zemër ju shkrova thot përmes shumë lotësh thuhet aty. Shikoni me vëmendje. Përmes shumë lotësh. Jo që t'i dhëroheni, thot, por që të njihni dashurinë që kam veçanërisht për ju. Shikoni çfarë ndjenjash që përshkruan Pali. Edhe i bën këto publike përpara Korintasve. Pra, është një vështrim personal i intim i shërbimit. I dikujt, Pali, i cili ka qenë jo vetëm pritësi i bekimeve, por njëkohësisht edhe i provave të shërbimit. Le të lexojmë pasazhin që do të shohim sot, është një pasazh vërtet i fortë, që do të na bëjë ne që të të mendojmë pak, të reflektojmë në lidhje me gjendjen tonë. Le ta lexojmë së bashku, letra e 2 e Korintasve kapitulli 2. Dhe kur arrita në Troas për ungjillin e Krishtit, dhe mu hap një derë në Zotin, nuk gjeta preje, thot, në frymën tim, sepse nuk gjeta aty Titin, vëllain tim, prandaj si u përshëndeta me ta, shkova në Maqedoni. Por faleminderit Perëndis që na bën të ngadhnjejmë gjithnjë në Krishtin dhe shfaq kudo nëpërmjet nesh vinë re erën e këndshme të njohurisë së vet. Sepse ne jemi për Perëndin era e mirë e Krishtit, ndër ata që shpëtohen dhe ndër ata që humbasin, për këta njerë vdekjeje në vdekje, por për ata erë jete në jetë. Dhe kush është i aftë për këto, sepse nuk shtrembërojmë fjalën e Perëndisë si shumë të tjerë, por si prej sinqeritetit, por si prej Perëndisë, përpara Perëndisë flasim në Krishtin. Le të lutemi bashkë. O Atë faleminderit për këtë ditë, lutem puno përmes fjalës tënde në zemrat tona sot, na fol dhe na mëso, Zot, na ndrysho që të kuptojmë pak realitetin e shërbimit, realitetin e jetës tonë si besimtar në këtë tokë, në këtë vend ku jemi konkretisht, në këtë qytet apo në atë komunitet ku ne jetojmë, Zot, na fol dhe na mëso në emrin tënd të çmuar lutem. Amen. Do të shohim sot 7 gjëra që duhet të dimë për shërbimin. Janë aspekte të ndryshme se si ne ta zbatojmë urdhërimin e madh. Le të fillojmë me të parin. Le të fillojmë me të parin që shërbimi është predikimi i ungjillit, jo prezantimi
i ideve tona. Këtu shohim në kapitullin 2 dhe në vargun 12 që ne lexuam, shikoni me vëmendje thuhet dhe kur arrita në Troas thot Pali, për ungjillin e Krishtit. Shikoni sa bukur e thot. Dhe mu hap thot një derë në Zotin. Pra këtu jepet pasioni i Palit. E dini çfarë bën Pali këtu? Ai zbulon qëllimin e jetës tij. Qëllimin e jetës tij. Ai nuk ka pasion më të madh se sa misionin e Zotit që ai të predikojë ungjillin, sikundër e lexojmë këtu. Ka arritur në një pikë në jetën e tij, vërtet, kur e shikon Palin edhe lexon në fjalën e Zotit, shikon që jeta e tij nuk ekziston për asnjë qëllim tjetër. Ju kujtohet si u shpëtua Pali? Zoti ju shfaqe dhe ishte një shërbëtor, një dishepull që quhej Anania, edhe Zoti tha do të shkosh të takosh Palin. Edhe çfarë i tha ky? Çfarë i tha? Ne dim se çfarë bisede bëri Anania me Palin pastaj, po të shohim çfarë mesazhi jep Zoti Ananias. Shikoni si i thot. Shikoni si i thot Ananias. I thot: shko, sepse ai është vegla që unë kam zgjedhur për të mbajtur emrin tim përpara kombeve dhe mbretërve dhe bijve të Izraelit. Ai është vegla që unë kam zgjedhur. Edhe Pali flet për jetën e tij. Shikoni si flet për jetën e tij Pali. Te letra Filipianëve është një pasazh shumë i njohur. Shikoni ai bën një le të them CV të jetës tij. Nëse mund ta them me termat e sotshëm. Edhe shikoni se çfarë thotë tek Filipianët kapitulli 3, në vargun 7. Por ato që më ishin fitim i konsiderova për shkak të Krishtit dëm, sepse ju po të lexoni 7 vargjet e para, që nuk janë këtu, 6 vargjet e para, do të shikoni që Pali thot hebrenga e brenjë, sa i përket ligjit i paqortueshëm, farisejnë ndër farisejt, edhe i zellshëm ndaj ligjit të Perëndis, i paqortueshëm etj, dhe pastaj vjen edhe këtu dhe thot të gjitha këto që për mua ishin gjë e madhe përpara njerëzve, sepse un kam qenë ndjekës i fesë. Të gjitha këto thot, un i konsiderova për shkak të Krishtit dëm. Të gjitha ato që më ishin fitim i konsiderova për shkak të Krishtit dëm. Ja po lexojmë pasazhin. Po me të vërtetë i konsideroj të gjitha se janë dëm për madhështinë e njohjes së Krishtit Jezus thot. Edhe Zoti tim për shkak të cilit i humba të gjitha këto dhe i konsideroj se janë pleh që unë të fitoj Krishtin. Shikoni çfarë qëndrimi që kishte. Edhe thot dhe që të gjendem në të jo duke pasur jo drejtësinë time nga ligji, por atë përmes besimit në Krishtin, drejtësia prej Perëndis me anë të besimit, që ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe bashkësinë në vuajtjet e tij duke u barazuar me vdekjen e tij. Dëshira e zemrës së Palit ishte që të njihte Krishtin, të identifikohej me vuajtjet e tij, të identifikohej me ringjalljen e tij. Ai dua ta njoh edhe më shumë Krishtin sa që njoh. Si është ai, sa i madh është ai, si vepron ai, si sillet ai, çfarë mendimesh ka ai, unë dua ta njoh Krishtin edhe më shumë. Kjo ishte dëshira e jetës Palit. Te Filipianët kapitulli 3 vargu 13-14 thuhet që vëllezër, unë nuk e llogaris veten time se e kam kapur, por një gjë po bëj, duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke u zgjatur drejt atyre që kam përpara, po ndjek pas synimin drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndis në Krishtin Jezus. Pra ishte një person që jetonte me qëllim. Kishte një qëllim në jetën e tij, jo kot, kështu siç mund t'i vinte jeta. Ai ishte një person që kishte qëllim në jetën e tij dhe pasioni i Palit në jetë është ungjilli. Edhe çfarë po bën këtu Pali? Unë do t'ju a them këtë gjë, por ai po u prezanton atyre dhe fakte sepse nuk kishte mundësi fizikisht të shkonte të vizitonte në qytetin e Korintit. U kishte thënë atyre që unë do të vi dhe ende nuk kishte shkuar për të bërë një vizitë. Ai kishte filluar kishën në Korint, kishte qenë aty për 1 vit e gjysmë, nëse do të shikoni kronologjinë nga libri i Veprave të Apostujve. Edhe ishte larguar në mision sigurisht edhe donte që të vinte t'i takonte dhe u kishte thënë atyre që do të vi dhe ende kjo gjë nuk kishte ndodhur. Edhe kjo ishte situata. Ai ishte në Troas duke predikuar ungjillin që ishte thirrja e tij. Pra Pali kishte prioritete, ungjilli është shumë i rëndësishëm për të. Ja le të flasim pak për prioritetin e Palit. Ungjilli në fakt nuk do të zgjatemi këtu, por është me të vërtetë një mesazh i thjeshtë. Që shpesh komplikohet nga njerëzit. Te letra e parë e Korintasve 15, ta lexojmë pasazhin i njohur. Të gjithë gati e dini këtë pasazh, por thotë tani o vëllezër, thot Pali, po ju bëj të ditur ungjillin, që ju kam predikuar dhe që ju e keni marrë dhe në të cilin ju qëndroni, me anë të cilit ju edhe shpëtoheni, thot nëse do ta mbani fjalën që ju kam predikuar veç nëse besuat kot.
Pra Pali po aludon këtu që edhe në mesin tuaj, në kishën e Korintit, ka ende njerëz që nuk e njohin Krishtin, nuk i kanë besuar atij. Edhe prandaj thot, ju dhe shpëtoheni sot dhe mbani fjalën që u kam predikuar veç nëse besuat kot, sepse unë ju kam transmetuar para së gjithash atë që edhe mora, thot, ja ku është Ungjilli. Se Krishti vdiq për mëkatet tona, 1, dhe se u varos, 2, sigurisht sipas shkrimeve, do thënë u vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, u varos, 2, dhe se u ringjall të tretën ditë, 3. Sipas shkrimeve. Këto janë 3 pjesët e Ungjillit. Krishti vdiq, u varos dhe u ringjall sipas shkrimeve. Edhe Pali aty ishte i fokusuar. Ai ishte për këtë lajm të mirë. Ai donte t'ua prezantonte njerëzve lajmin e mirë. Shikoni Romakët 1:16 është një varg tjetër i fuqishëm. Pali thotë, unë nuk kam turp për Ungjillin e Krishtit. Nuk kam turp për Ungjillin e Krishtit. Shikoni, ai ishte një njeri me qëllim, njeri që kishte pasion edhe thotë sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cili do që beson, më parë Judeun dhe pastaj Grekun. E të letra e parë e Korintasve, po i lexojmë shpejt to vargje sepse janë të thjeshta, thuhet në kapitullin 2 dhe unë o vëllezër kur erdha tek ju thot, nuk erdha me shkëlqim fjalësh a urtësie. Me fjalë tjera nuk janë idetë e mia. Nuk dua të shpall përpara jush idetë e mia, kështu është pika e parë që po shohim së bashku. Pali kishte një fokus. Për të ajo ishte biseda më e rëndësishme që mund të bënte mbi çdo gjë tjetër, biseda për Ungjillin. A bënte Pali biseda sociale, shoqërore, politike? Sigurisht. Pali ishte njëri si të gjithë ne. Edhe ai fliste për njerëzit, për vuajtjet, për problemet që ata kishin, fliste për shumë gjëra. Por bisedë mbi bisedë, nëse kishte një bisedë që ai do të bënte që ishte mbi çdo bisedë, ky do të ishte tu tregonte njerëzve se kush është Jezu Krishti në të vërtetë. Kjo ishte bisedë mbi çdo bisedë. Edhe çdo bisedë tjetër që ai bënte, për shembull, qoftë kulturore apo sikundër e tham shoqërore me të tjerët, e përdorte këtë bisedë për t'i çuar njerëzit tek Krishti, për t'u treguar atyre për Ungjillin. Do të thënë, ky ishte fokusi i jetës tij. U rend tha Pali. Iki. Në atë drejtim që të tregoj njerëzve, pra nuk mund të rinte dot pa folur për Ungjillin. Letra e parë Korintasve 9 dhe gjithë e dim, Pali aty flet dhe thotë që unë u bëra jude me judejt, u bëra si jo hebrej me jo hebrejt për t'u treguar atyre për Krishtin, apo jo, për t'u treguar atyre Ungjillin. Pra ky ishte qëllimi i jetës tij dhe lavdi Zotit që Ungjilli nuk ka ndryshuar për këto 2000 vjet. Është i njëjti Ungjill që predikoi nga Pali, nga Pietri, nga Timoteu, nga Sila, nga Barnaba, i njëjti Ungjill që është predikuar gjatë historisë, nuk e di sa për ju njihni këto besimtarët që janë vërtet të njohur që Zoti i ka përdorur në misionet e tij gjatë historisë kishës. William Carey, për shembull, nëse keni dëgjuar, apo David Livingstone, nëse keni dëgjuar, apo le të vim edhe në kohën e sotme Billy Graham, për shembull, fushatat e tij, domethënë Ungjilli është ai që predikoi edhe është Ungjilli që mund të shpëtojë shpirtin e dikujt. Është i njëjti Ungjill të cilin ka predikuar njerëzit gjatë historisë deri sot ku jemi. Edhe Ungjilli mund të shpëtojë njerëzit. Shërbimi është, vini re aty, shërbimi është pika 2 të ndjekim drejtuesin, është me D të madhe, ë? E keni parasysh për këtë drejtues po flasim. Atë që është kapiteni, është komandanti, të ndjekim drejtuesin. Edhe jo prirje për të marrë drejtimin. Edhe do të shpjegoj se për çfarë bën fjalë pasazhi këtu, po në te Korintasit, letra 2 te Korintasve 2, vargu 12-13 thotë, dhe kur arrita në Troas, shikoni me vëmendje, thuhet, për Ungjillin e Krishtit dhe më hap një derë në Zotin, nuk gjeta preje në frymën tim, thot Pali, sepse nuk gjeta aty Titin, vllan tim, prandaj si u përshëndeta me ta, shkova në Maqedoni. Tani Pali po u tregon atyre besimtarëve në Korint, vëreni re me vëmendje, në fund të pasazhit që lexua tani, aty thotë që shkuarja në Maqedoni e Palit nuk ishte ideja e tij. Vërtet nuk shprehet në këtë pasazh, por do ta shohim së bashku se si ishte puna. Pali nuk kishte shkuar në Korint, po ai nga Troasi kishte shkuar në Maqedoni. Tani Korintasit prisnin që Pali t'i binte nga Korinti, nga Troasi ku ishte, që është në veri perëndim të Turqisë së sotme, qyteti i Troasit, të shkonte në Korint, në Greqi, edhe pastaj të shkonte në Maqedoni. Pali nuk kaloi
nga qyteti i Korintit. Pali shkoi direkt në Maqedoni. Edhe kjo nuk ishte ide e Palit, po të vinë re, sepse fjala e Perëndis na jep përgjigje në lidhje me këto. Shikoni këtu kemi të njëjtat fjalësh, i njëjti kontekst e librit të veprave. Shikoni me vëmendje aty thuhet dhe kështu si e përshkuan Misin, arritën zbritën në Troas. Dakor, ja këtu është koha kur Pali ishte në Troas duke predikuar Ungjillin, dhe Pali t'u shfaqi vegimi i qëndronte përpara një burr maqedonas, i lutej dhe i thoshte: "Kalon në Maqedoni dhe na ndihmo." Dhe si e pa vegimin kërkuam menjëherë të shkojmë në Maqedoni, edhe thuhet aty të bindur se Zoti na kishte thirrur që t'u shpallim atyre Ungjillin. Edhe Pali ndoqi drejtimin që Zoti i dha. Prandaj u thot Korintasve disa herë në dasht Zoti do të vite kjo. Kjo është e bukur, mënyra si shprehet apostulli Paul vërtet është e mrekullueshme. Këto janë gjëra historike që kanë ndodhur, por është një fakt për shembull që ai u thot atyre te letra e parë Korintasve 4:19, por shpejt kam për të ardhur tek ju në dash Zoti. Në dash Zoti. Dhe për të njohur dhe kam për të njohur jo fjalën e atyre që janë fryrë, por fuqinë. Kishte njerëz në Korint që sulmonin apostullin Paul, edhe kundërshtonin apostullimin e tij, edhe kjo ishte diçka e rëndë që kishin bërë në adresë Palit. Sigurisht mësues të rrem, edhe Pali thot kam për të njohur jo fjalën e atyre që janë fryrë por fuqinë. Dhe shikoni tek letra e parë Korintasve 16 edhe vargu 7 kur Pali thot aty sepse tani dua t'ju shoh, nuk dua t'ju shoh vetëm kalimthi. Pali donte që kur të shkonte aty të mos ishte thjesht për një natë. Dakor, por thot atyre dhe kam por shpresoj të ri ca kohë pranë jush, edhe thot në dasht Zoti. Sepse siç e vjen re, Pali duhet ikte në Maqedoni edhe ishte sipas drejtimit të Zotit. Jemi të qartë, domethënë që të jemi korrekt me atë që po ndodh në jetën e Palit në këtë moment, edhe madje ai thot që kam dëshiruar të vi jo një herë, por 2 herë. Shikoni ku e thot këtë. Hajde, i shkojmë deri në fund kësaj tani se është e rëndësishme. Dini pse? Sepse Pali gjykoi nga ata. Ata thoshin që Pali nuk e mban fjalën. Pali është një person që na tha një gjë dhe nuk e bën. Edhe Pali thotë dëgjoj, a më ke pyetur si është puna? A e di se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj periudhe kohe? Çfarë ke bërë? Ke marrë vetëm atë që ti gjykon, më ke paragjykuar, kur ti nuk e di realisht, ka ardhur të më pyesësh mua? Sepse ne jemi të shpejt ndonjëherë që e paragjykojmë tjetrin edhe mendojmë për të sikur ai ka bërë namin kundër nesh e kështu ose si e ka punën, kur ndërkohë nuk e kemi pyetur edhe nuk e dim se si është puna. Edhe Pali thot aty, ne nuk ju shkruajmë të tjera përveç atyre që ju lexoni dhe kuptoni, thot. Nuk jam një njeri me 2 faqe, thot Pali. Dhe unë shpresoj që ju ta kuptoni deri në fund, sikurse i keni kuptuar deri diku se ne jemi mburrja juaj, thot, sikurse edhe ju për ne, në ditën e Jezu Krishtit. Dhe me këtë bindje, unë doja të vija te ju më parë, që të kishit një hir të dytë, dhe të kaloja nga ju në Maqedoni, po të kaloja nga ku? Nga ju, përmes kujt? Korintit, apo jo? Të vija në Korint, pastaj të shkoja në Maqedoni. Dhe përsëri nga Maqedonia të vija tek ju. Pra, 2 herë Pali. Tha, unë e doja një gjë të tillë dhe të përcillesha në Jude. Ai donte të rrinte edhe më gjatë. Madje tham tani do t'i shkojmë deri në fund kësaj. Ndoshta do të rri tek ju, thot, ose edhe të dimëroj që ju të më përcillni kudo që të shkojmë. Pra ai donte që të kalonte kohë të kënaqej me ata, edhe të ndihmonte që ata të rriteshin edhe më shumë. Pra, jo se Pali kishte ndryshuar mendje, nuk kishte ndryshuar mendje, ishte thjesht çështje kohe. Edhe ai do të shkonte. Në fakt, shkoi. Unë nuk e kam këtu vargun. Është Veprat e Apostujve kapitulli 20, vargjet 2 dhe 3, ju mund t'i lexoni vetë ato. Ai shkoi në Azi edhe pastaj shkoi në Korint, gjithashtu shkoi në Greqi, edhe kaloi kohë aty me ata, edhe përshkrua edhe në letra të tjera, por Pali sigurisht e mbajti fjalën. Por ai ndoqi drejtuesin. Kjo është shumë e rëndësishme. Ndoqi drejtuesin. Drejtuesi është Zoti. Amen. Dhe të mos harrojmë gjë të tillë. Ky është shërbimi. Zoti të thërret, Zoti të drejton. Edhe ai ndoqi drejtuesin. Edhe të qeni drejtues është një pozitë që Jezusi e ka. Amen.
Edhe ai tregon shembullin se si duhet jetë një drejtues. Për shembull, kur ai ishte fizikisht në tokë, i thiri dishepujt dhe kërkoi një gjë prej tyre. Cila ishte ajo gjëja që kërkoi kur ai takoi dy ata vëllezërit e Mateu, 4 e kemi aty, vargu 19. Dhe u tha atyre, e janë i pas meje dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Kush ishin ata që u tha këtu? E mban mend dikush? Pietri dhe Andrea, po. Ose Simoni dhe Andrea, mund ta thuash. Po, këta të dy ishin, edhe ai tha, e janë dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Tani, të qenë drejtues nuk është të marrësh përgjegjësi dhe të bësh që njerëzit të ndjekin ty. Që të bësh ti që njerëzit të ndjekin ty si drejtues. Tani këtu nuk duhet më keq kuptoni, sepse sigurisht Zoti ka lënë drejtues. Por ajo që po ju them është kjo që të qeni drejtues është të pranosh që Zoti është bariu i deleve. Zoti është bariu i deleve dhe të bësh që të tjerët ta ndjekin atë. Amen? Ky duhet të jetë qëllimi. Unë sinqerisht me zemër flas përpara jush. Kam dashur edhe dua me gjithë zemër që secili prej nesh të ndjek Krishtin. Ai është bariu. E ne duhet ta ndjekim atë. Nuk duhet i vëmë pengesë Krishtit asnjëri prej nesh. Që të njerëzit na ndjekin ne. Dakor, ka nevojë për drejtues. Ne duhet të jemi shembull, duhet të mishërojmë Krishtin, por kuptimi është që ne duhet të konsultohemi zemrat tona. Nëse ke një funksion drejtues në kish, duhet të drejtohen nga vullneti i Perëndis. Pra është Krishti ai që drejton. Jo njeriu, është Krishti që drejton. Sigurisht e mishëron përmes njerëzve, por Zoti është bariu. Psalmi 23 dhe vargu i parë e keni aty si është një varg i njohur apo jo? Psalmi 23 thot Zoti është bariu im, edhe asgjë nuk do të më mungojë. Çfarë thuhet te Gjoni 10:14? Jezusi është duke folur thot, unë jam bariu i mirë, thot ai. I njoh të mijat dhe njihem nga të mijat. Pra e ka fjalën për grigjën e tij. Edhe Gjoni 10 edhe vargu 27 çfarë thot? Delet e mia, thot Jezusi, e dëgjojnë zërin tim dhe unë i njoh dhe më ndjekin. Drejtuesit duhet të kenë Zotin si drejtues, jo nga vetja e tyre. Tjetër, shërbimi është të ecim, shikoni pikën e 3, të ecim përmes dyerve të hapura, jo të shqyejmë ato që janë të mbyllura. Shikoni çfarë thot Pali këtu te letra 2 Korintësve 2 dhe vargu 12 thot, dhe kur arrita në Troas për ungjillin e Krishtit, lexojeni, thuhet dhe mu hap një derë në Zotin. Nuk thot e hapa unë. Po thot mu hap një derë në Zotin. Dyert e hapura janë mundësi shërbimi. Janë një mundësi shërbimi për ungjillin. Edhe le ta kuptojmë që çelësin e këtyre dyerve nuk e kemi ne. E ka Zoti. Çelësin e ka Zoti, Zoti i hap dyert. Disa dyer shohim në fjalën e Zotit. Shikoni, është dera e besimit së pari, dera e besimit, e libri Veprave të Apostujve. Pali ishte në Antioki të Siris, ishte pikërisht vendi ku dishepujt i quajtën për herë të parë të krishterë. Kjo është kisha që po lexojmë këtu te Veprat 14 dhe thuhet, por si mbritën, mblodhën kishën dhe treguan të gjitha sa bëri Perëndia me anë të tyre, si u kishte hapur kombeve derën e besimit. Kush u kishte hapur kombeve derën e besimit? Perëndia. Amen. Zoti hap dyert. Zoti hap dyert. Ai ka çelësin. Shikoni një derë tjetër. Dera e madhe. Pali këtu, le ta them paraprakisht, ai ndodhej në Efes, në fakt kur është duke shkruar letrën e parë të Korintasve, thjesht për të marrë edhe kontekstin historik të pasazhit. Edhe ai u thot atyre sepse mu hap një derë e madhe dhe efikase dhe kundërshtar ka shumë. Sa herë hapet një derë, ta dini, sa herë Zoti hap një derë, ka kundërshtime. Ka kundërshtime, gjithmonë ka kundërshtime. Në fakt edhe po t'i lexoni në kontekst këto pasazhe që ne do të shohim së bashku, në kontekst do të shikoni aty kundërshtime. Edhe vuajtje. Sa herë që hapet një derë, por mu hap një derë e madhe, thot, dhe efikase dhe kundërshtar ka shumë. Është dera e fjalës, le ta shohim edhe këtë te letra e Kolosianëve. Thot Kolosianët 4 vargu 3, duke u lutur në të njëjtën kohë edhe për ne, që Perëndia të na hap neve një derë të fjalës për të folur misterin e Krishtit për shkakun e të cilit jam edhe i lidhur.
ju kujtoj që Pali ishte në burg në Rom. Nga aty shkruan letrën drejtuar Kolosianëve. Edhe ai thot edhe në burg që ishte Pali, i lidhur me pranga, thot fjala e Zotit nuk lidhet në pranga. Edhe lutuni që Zotit të na hap një derën e fjalës, që të shpallim misterin e Krishtit. Edhe është një derë e hapur që lexojmë te libri i Zbulesës kapitulli 3 dhe vargu 8, Jezusi është duke folur aty përmes apostullit Gjon, kishës në Filadelfi, edhe tek Zbulesa 3 vargu 8 thot, unë i njoh veprat e tua dhe ja vura përpara teje një derë të hapur, thot, dhe asnjëri nuk mund ta mbyll, sepse ke pak fuqi dhe ruajt e fjalën time dhe nuk mohove emrin tim. Po thot, unë të vura përpara një dere të hapur. Edhe thot, dhe asnjëri nuk mund ta mbyll, sepse atë që bën Zoti askush nuk mund ta kundërshtojë. Amen? Kur Zoti hap derën, e hap Zoti, nuk e mbyll dot. Zoti ka hapur derën. Askush nuk e mbyll dot. Zoti e ka hapur, Zoti e ka bërë. Dhe ecja përmes një dere të hapur na jep mundësinë që ti shërbejmë Zotit duke predikuar ungjillin. Prandaj ne duhet të lutemi. Nuk është përgjegjësia jon që të bëhemi si një skuadër e forcave speciale. Renea, apo jo është Renea me sa di unë Elban akoma funksionon, kam pyetur, po është. Dhe përgjegjësia nuk është që ne të bëhemi pjesë e forcave speciale që të shkatrojmë dyer, të thyejmë dyer. Jo. Përgjegjësia jonë është që të shkojmë tek dera, të trokasim e të shikojmë është hapur apo jo. Dyert mund duken të mbyllura në pamje, por duhet i provojmë. Kështu është edhe kur ndajmë ungjillin. Ndonjëherë ne i paragjykojmë njerëzit, mundësitë, rrethanat apo jo. Edhe themi, s'është e mundur. E ke provuar? Provoje derën. Provoje, është e hapur apo jo? Shko atje, trokit. Shiko se mund të hapet. Provoje. Ky është një mësim i mirë. A e ka bërë gati Zoti derën, a hapet dera. A hapet dera. Pali thot, mu hap një derë e madhe. Çfarë bekimi? Edhe shërbimi, e keni aty pikën tjetër, shërbimi është të qenë të ndjeshëm dhe të disponueshëm, jo të ftohtë dhe të reatuar. Tani, shikoni në vargun 13, Pali thot, nuk gjeta preje në frymën tim, sepse nuk gjeta aty Titin, vllan tim, prandaj si u përshëndeta me ta shkova në Maqedoni. Doja ta thosha në këtë moment të predikimit, këtë që do të them tani, po Pali kishte një plan për të qëndruar në Troas. Po ai çfarë kishte bërë? Kishte shkruar letrën e Korintasve, edhe i kishte çuar bashkë me Titin. Pra Titi kishte çuar letrën e parë të Korintasve në Korint, në kishën e Korintit. Po mendoni se çfarë letre ishte ajo? Ne e dim, një letër ku Pali i qorton ata o Zot. Edhe tani ai po pret Titin. Mos ka ndonjë lajm Titi si kanë reaguar ata të kishës. Për shkak të asaj letre që Pali kishte çuar përmes tij. Pali ishte shumë i ndjeshëm. Edhe ai donte të dinte, ore si kanë reaguar këta njerëz aty në kishë. Si kanë reaguar ndaj së vërtetës. Edhe Titi nuk ishte në Troas. Edhe kishte marrë vesh që kishte shkuar në Maqedoni gjithashtu. Edhe aty e takon më vonë, në fakt, thuhet në fjalën e Perëndis, te letra e 2 Korintasve kapitulli 7, besoj thuhet, po ta shikoni me vëmendje, që thotë unë ngushëlluam kur Titi erdhi pastaj, edhe e takoi Titin aty. Interesante si ishte lidhur fjala e Perëndis, por letra e 2 Korintasve kapitulli 7, aty e gjeni ku Pali takon Titin. Ku Pali takon Titin. Edhe ai kishte një plan, Pali do të qëndronte në Troas, Zoti ia ndryshoi planet dhe Pali nuk ishte rehat, nuk gjente preje. Dakor, Zot, lavdi teje. Dera është hapur këtu në Troas. Edhe jam duke predikuar ungjillin. Sa mirë. Por ai nuk gjente preje në frymë gjithashtu. Dhe po të pyesësh në fakt çdo misionar edhe ti thotë cilat janë, edhe ta pyesin dhe ti thoni cilat janë nevojat e tua. Ai mund të thotë shumë gjëra, po midis të këtyre mund të kuptoni këto dy gjëra. Disponibiliteti dhe fleksibiliteti, nuk janë fjalë të mëdha, por të qenë të disponueshëm ndaj të tjerëve dhe të qenë fleksibël për të shërbyer atyre. Kjo është diçka shumë e veçantë. Për shembull,
Mbasi ju ka qelluar dhe ju, po flas për veten time, me që edhe unë vetë kaloj gjëra të tilla për shkak, por mendoj në mëngjes se them do të studioj pasazhin e shkrimit, do të merrem me studimin e Biblës, kur më pas e gjej veten duke ndihmuar dikë, duke marr dy telefonata për shkak, dhe njëra pas tjetrës, se thotë a vjen, ulemi pak, bisedojmë dhe diskutojmë për këshilla nga fjala e Perëndis. Edhe kjo gjë është shumë normale. Edhe ndoshta ju ka qelluar dhe ju që bëni planet tuaja, agjendën tuaj. Edhe i gjeni veten pastaj në fund ditës duke i shërbyer një vllaj apo një motre. Ju ka ndodhur? Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ne nuk duhet të arrijmë deri aty, vëllezër motra, asaj që të shenjtërojmë dhe të adhurojmë planet tona, agjendën tonë. Por le të jemi fleksibël edhe të disponueshëm kur dikush ka një hall, ka një nevojë. Edhe Pali vërtet tha, unë jam aty, tha, po fryma nuk më linte rahate, nuk gjeja preje, tha Pali. Edhe ai tregon zemrën e tij. Interesante, sa i ndjeshëm që ishte. Prandaj në fjalën e Zotit thuhet që era fryn ku të doj dhe ti ja dëgjon zërin, por nuk e di nga vjen dhe ku po shkon. Kështu është edhe çdo njeri që është lindur nga fryma. Dhe këtu krahasohet fryma e Zotit me erën, apo jo? Tregon që Zoti të drejton ndryshe nga planet e tua ndonjëherë. Është e qartë? Pra, i te i kalon planet e tua. Ti ke bërë agjendën tënde, Zoti thotë, prit se unë kam agjendën time, e cila është më e rëndësishme. Ai i ndjeshëm ndaj asaj? Kjo është shumë e rëndësishme. Siç pam javën që kaloi, për shembull, kur u duk sikur Zoti po ndryshonte përmes tuhis drejtimin e barkës që ishte Jezusi me dishepujt, apo jo? Edhe ata thanë, çfarë po ndodh? Kur Zoti të çon në një destinacion, sepse ai ka qëllimin e tij. Edhe dy njerëz duhet të shëroheshin, apo dy të demonizuar. Stuhia ndikoi, u pengua nga forcat djallëzore, ashtu si kundër folëm javën që kaloi, frymërisht, që të pengonin Jezusin në misionin e tij për të shëruar dy njerëz të tjerë. Edhe ja ku ishin dishepujt bashkë me të që përjetuan atë stuhi të jashtëzakonshme. Folëm për këtë javën që kaloi. Po vërtet, shërbimi është të qenit i ndjeshëm, disponueshëm, jo të ftohtë dhe të reatuar. Është e vështirë ndonjëherë. Njerëzit lodhen patjetër, dhe Jezusi shpeshherë u tërhoq me dishepujt e tij, që të mblidhnin veten. Nuk diskutohet nga ana njerëzore, po them. Por duhet jemi të dhëmshur ndaj njerëzve. Sigurisht ka dhe mënyra kur u jep atyre pasi u ke dhënë mundësi që të reagojnë edhe u ke dhënë këshillën e duhur, është pjesa e tyre pastaj që duhet të reagojnë siç duhet. Kjo është shumë e rëndësishme. Se ndonjëherë e ka fajin ai që jep këshillën, kur ai tjetri nuk e ndjek këshillën e dhënë siç duhet. Kështu që duhet kemi kujdes në lidhje me këto gjëra. Shërbimi është të qenit në anën e Zotit dhe jo t'i kërkojmë atij që të jetë në anën tonë. Por është një gjë tjetër shumë e rëndësishme, një mësim në lidhje me shërbimin. Shikoni te letra 2 te Korintasve 2:14 thuhet, Pali thotë, por faleminderit Perëndis që na bën të ngadhinjejmë gjithnjë në Krishtin. Sa herë na bën që të ngadhinjejmë në Krishtin? Gjithnjë. Gjithnjë. Edhe thotë, dhe shfaq kudo nëpërmjet nesh erën e këndshme të njohurisë së tij. Tani, në mes të luftës civile, një nga generalet, unë e kam lexuar këtë, i thot Abraham Lincoln, ka qenë një ndër presidentët e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe i thot ky generali në luftë, ndërkohë që ishin në gjendje luftë civile, edhe i thot, le t'i lutemi Zotit që ai të jetë në anën tonë, i thot ky generali. Abraham Lincoln, një njeri që e donte Biblën, Zotin, tha jo, më mirë të lutemi, tha që ne të jemi në anën e Zotit. Sepse ana e Zotit është ana e fitimtarit. Edhe kjo duhet kuptuar, është me të vërtetë shumë e rëndësishme. Ai bën që ne të ngadhinjejmë gjithnjë. Në fakt, unë kam lexuar në rinin time shumë romane, novela. Jam i bindur që ju keni lexuar gjithashtu, dhe disa prej tyre më kanë bërë përshtypje që nuk përfundonin me fitoren e personazhit kryesor. Patjetër aty ka pasur dramë, ka pasur luftë në personazhet e librit apo romanit apo novelës, çfarë keni lexuar apo çfarë kisha lexuar unë, dhe jo gjithmonë përfundonin me fitoren e tij. Edhe filma ka të tillë.
E ndonjëherë kur shikojmë një film tjetër, po pse përfundoi kështu? Se duam të përfundojmë mirë, që personazhi kryesor të jetë i lumtur dhe i gëzuar për jetë. Por nuk ndodh kështu shpeshherë. Ndërsa shikoni çfarë thuhet Bibla për ata që i besojnë Krishtit. Çfarë thuhet në Bibël për ata që i besojnë Krishtit? Su rregullu asnjë nga këto. Okej. Mësova tani unë me këto. Romakët 8:37, pasazhi i bukur. E dim për çfarë flet Romakët 8 dhe thot, por në të gjitha këto thot, jemi më shumë se fitimtar me anë të Atij që na deshi. Me anë të Atij që na deshi. Në të gjitha jemi më shumë se fitimtar. Edhe nëse si thuhet aty në kontekst që jemi deri për therrje në këtë kuptim. Do të thënë do të kemi vuajtje, probleme, por në të gjitha këto jemi më shumë se fitimtar. Shikoni letra e parë Korintëve 15 edhe vargu 57 thot, por ta falenderojmë Perëndin që na jep fitoren me anë të Zotit tonë Jezu Krisht. Amen. Na jep fitoren thot me anë të Zotit tonë Jezu Krisht. Dhe gjëja më e bukur e kësaj është që Pali shkon në Maqedoni pa gjetur preje, e duke qenë i pasigurt, vërtet shkon në Maqedoni. Dhe çfarë po bën Zoti aty? Pali thot, Zoti na bën që ne dalim fitimtar. Vërtet, duket se për Palin aty u hap gjithë Maqedonia për ungjillin. Ai kishte mundësi për të folur, edhe ky ishte gëzimi i zemrës së tij. Edhe pika tjetër që do të shohim është që shërbimi është aromë e mirë, jo kundërbim. Tani fjala kundërbim është një herë e rëndë, e parahatshme, as pak e këndshme, ta them ndryshe, është një herë e keqe. Dakor? Ky është kuptimi i fjalës kundërbim. Edhe shërbimi ynë është aromë e mirë. Shikoni te letra 2 të Korintësve këto 3 vargje që kemi këtu thotë, por faleminderit Perëndis që na bën të ngadhnjejmë gjithnjë në Krishtin dhe shfaq kudo nëpërmjet nesh erën e këndshme të njohurisë së vet, sepse ne jemi për Perëndin era e mirë e Krishtit ndër ata që shpëtohen dhe ndër ata që humbasin. Për këta, një herë vdekje në vdekje, pra për këta që humbasin, por për ata erë jetë në jetë, dhe kush është i aftë për këto. Këtu bëhet fjalë për erën e mirë. Erën e mirë. Dhe fjala e Zotit ka erë të mirë, me qëra fjala. Do të thënë nga ana frymërore, fjala e Zotit është vërtet e mirë. Dhe njerëzit i tërheq era e mirë. Për shembull, kalon rrugës, edhe dikush ka pjekur mish aty te ti. Edhe duket sikur ajo aromë e mishit pjekur, për ata që e pëlqejnë mishin, po nuk e di tani si është puna. Të bën që të fton që të hysh aty brenda. Do të thënë në këtë kuptim, aq erë mirë është ndonjëherë. Edhe dikush e ka këtë jo me mishin, po me gjëra tjera. Dikush kënaqet me natyrën, kalon pranë një vendi ku ka shumë lule ose në një lulishte dhe a ulemi këtu rim, këtu është fantastike. Ajo aroma të tërheq edhe të kënaq. A ja bën kështu. Mund t'ja bësh vetë ashtu kur je atje, ku diun si e bën ti, po vërtet kënaqesh, sepse aroma e mirë të pëlqen. Të pëlqen. Ore të pëlqen. Edhe ndjen kënaqësi aty. Për shembull, e dini që ka njerëz që nuk e pinë fare kafen, por ju pëlqen aroma? E dini këtë? Tani të them ngrit dorën sigurisht në një gjë jor, nuk mos, vërtet, okay, shumë mirë. Dakor, nuk ishte ky qëllimi, por madje e dini, ka dhe të tjerë që bëjnë kafe jo për ta pirë, por për të mbajtur erë. Jo, nuk e di ndoshta. Sepse ju pëlqen aroma e kafes. Tani kur ecim pranë njerëzve që nuk e njohin Zotin, përpos gjithë këtyre shembujve që unë mora për bërë krahasimin me jetën në Krishtin, le të fokusohemi pak këtu. Kur ecim pranë njerëzve që nuk e njohin Zotin, çfarë arome e lëshojmë ne? Çfarë erë mbajmë? Frymërisht e kam fjalën. Në punë, në familje, në kishë. Cila është dëshmia jonë përpara jo besimtarëve? Nëse i ftojmë në kish apo na njohin aty ku jemi në punë, edhe nuk sillemi siç duhet, edhe vinë edhe shohin midis nesh ato marrëdhënie sipërfaqësore,
edhe u duket atyre se jemi hipokrit? A mund të ndodhë që kjo gjë të bëj ata që të trazoj stomakun, të vi për të vjellë? Për shkak të aromës, ose erës keqe, që ne lëshojmë. Frymërisht. Sepse ka aromra që të bëjnë të ndihesh keq. Tani aromë është fjalë e mirë, po erë e keqe le të them. Që të bëjnë të ndihesh keq, vërtet të trazojnë stomakun. Edhe gjëra që mund të mos i hash, ushqime që të mos i hash, por aroma është e padurueshme. E dini ju që Pali, që ishte një njeri që e njihte mirë fjalën e Perëndisë, ishte një ndër të shkolluarit më të mëdhenj, e them këtë gjë me autoritet në atë kohë, sa i takon mësimit fjalës Perëndisë. Ishte një ndër njerëzit më të shkolluar të mëdhenj të asaj kohë, dhe ndërsa po i shkruante këto fjalë, me siguri i shkonte ndërmend një pasazh nga libri i Levitikut, sepse ai ka shkruar edhe diçka tjetër. Po shikoni. Sa lloj flimesh janë në fjalën e Perëndisë, libri i Levitikut, nëse i kujtojnë dikur sa me numër? 5. Janë 5 flime. Është flimi për mëkatin, është flimi për shkeljen, është flimi i ushqimit ose blatimi i ushqimit, është holokausti, që është flimi me djegje, dhe është flimi i falënderimit ose flimi i paqes. Pra janë 5 flime që përmenden tek libri i Levitikut. Po e dini ju si ndahen këto 5 flime? Këto 5 flime klasifikohen sipas erës, gjithashtu sipas aromës. Janë 3 prej tyre që thuan janë flime me erë të këndshme për Zotin. Dhe 2 prej tyre, nuk thuhet për këta të 2, por mund ta imagjinoni, nuk thuhet që janë flime me erë të këndshme për Zotin. Këta të 2. Tani cilët mund të jenë këta? Mund t'ju shkojnë ndërmend. Por tek Levitiku kapitulli i parë, fillojnë dhe përmenden këto 5 flime sipas një rregulli. Edhe rregulli është nga Zoti tek ne. Dakor, fillojmë i shohim, ja do t'i përmend. Flimi i parë që përmendet tek Levitiku kapitulli i parë është holokausti ose flimi me djegje. Ky është një ose simbolizon shenjtërimin e plot ndaj Zotit. Edhe përfaqëson veprën e Krishtit, atë që Krishti bëri, që dha veten e tij për ne në kryq. Ky është holokausti. Përfaqëson atë vepër që Jezusi bëri kur dha veten e tij në drurin e kryqit. Edhe ky simbolizon shenjtërimin total ndaj Zotit, kur dorëzohemi totalisht tek ai. Pas këtij flimi, te Levitiku kapitulli i parë, aty fillojnë këto. Keni flimin e ushqimit ose blatimin e ushqimit. Edhe ky flim vjen re. Hidhej mbi atë kafshë, për shkak që do të bëj holokaust. Kemi majmjelli, çfarë ishte, vaj, keni parasysh? Vijej mbi holokaust. Edhe çfarë përfaqëson ky? Çfarë bënin këta? Merrnin gjëra që kishin punuar me duart e tyre, për shembull, kishin korrur grurin, kishin bërë miellin, e kishin bluar vajin e ullirit që kishin ndihmuar, kishin punuar me duart e tyre, pra mundi i tyre, si thua, veprat e tyre i vinin mbi atë flimin që përfaqëson këtë sakrificën e Krishtit, po them. Edhe me të vërtetë, nëse i vetmja herë kur veprat tona kanë kuptim përpara Zotit, është kur janë mbi themelin e Krishtit. Amen. Prandaj viheshin mbi holokaust. E vetmja herë, po them, kur këto vepra kanë kuptim, është vërtet kur qëndrojnë mbi themelin, mbi Krishtin, mbi ofertën e tij, mbi flimin e tij. Edhe ato viheshin mbi holokaustin për këto flime të ushqimit. Edhe pastaj vim tek flimi i falënderimit i tretë, ku besimtarët aty ishin falënderues Zotit për atë që ai kishte bërë. Edhe të treja këto flime mbanin erë të mirë. Këto quheshin flime me erë të këndshme. Po 2 të tjerat? 2 flime të tjera? Flimi tjetër ishte flimi për mëkatin. Edhe flimi tjetër ishte flimi për shkeljen.
Ju mund thoni nga ndryshojnë këto të dyja. Flimi për mëkatin ka lidhje me mëkatin ton vertikalisht, pra ndaj Zotit. Bën fjalë për ka një natyrë publike përpara Perëndis direkt ndaj Zotit. Ndërsa mëkati i shkeljes ka lidhje me mëkatin në anën horizontale, mëkat ndaj njëri tjetrit dhe ndaj gjërave të shenjta. Për shembull thuhet në ligj që këta kishin në tabernakull mëkatin ndaj të tjerëve. Edhe kur merresh me mëkatin nuk ka herë të mirë, apo jo? Ban herë të keqe. Kështu që këto dy lloj flimesh për Zotin nuk mbanin një herë të mirë. Edhe për këto flime nuk thuhet kurrë. Shikoni me vëmendje, nuk thuhet që ishin flime me erë të këndshme për Zotin. Shumë interesante. Shumë interesante kjo që. Mënyrë e sjellshme për të thënë që bën herë të keqe, do të thënë kur merresh me mëkatin kështu është. Tani të gjitha këto flime që fillojnë nga Levitiku kapitulli i parë përfaqësojnë nga pikpamja e Zotit atë çka i bëri për ne. Pra, fillon me holokaustin, Zoti vdiq në kryq, pra për ne, pra e dha veten si një flit i gjallë. Edhe pastaj vazhdon me flimin e ushqimit, pastaj me flimin e falënderimit, pastaj me flimin e mëkatit, pastaj me flimin e shkeljes. Kjo ishte radhitja te Levitiku kapitulli i parë. Tek Levitiku kapitulli 6, interesante, këto 5 flime na jepen duke filluar sipas rregullit të kundërt, pra në drejtimin nga njeriu tani tek Perëndia. Shumë interesante, te Levitiku 6, vargu 24. Pra, ashtu si ne fillojmë me Zotin. Fillojmë edhe, si thua, merremi me çështjen e mëkatit dhe zgjidhim atë. Flimi për mëkatin, flimi për shkeljen. Pastaj flitet për paqen me Perëndin, flimi i paqes, flimi i falënderimit, ky është. Paqja e Perëndisë që atë kalon çdo zgjuarsi. Amen. Flimi i falënderimit. Pastaj vazhdohet me flimin e ushqimit, që është fryti i punës dhe i mundit ton, veprat që ne bëjmë, edhe pastaj me flimin e fundit që është holokausti, është ai flimi me djegje, është kulmi i jetës tonë kur ne i dorëzohemi Zotit totalisht. Ky është kuptimi. Dorëzohemi totalisht përpara tij. Dhe Bibla thot, ja se çfarë mban aromë të mirë, të këndshme për Zotin. I njëjti apostull, Pali, shikoni çfarë shkroi te letra e Romakëve, ja e kemi atë. Romakët, kapitulli 12, 2 vargjet e para thot, ju lutem pra o vëllezër, janë vargjet e njohura. Thot, ju lutem pra o vëllezër, nëpërmjet dëmshurisë së Perëndisë të paraqitni trupat tuaj si flit i gjallë, të shenjtë, të pëlqyeshëm për Perëndin, që është shërbesa juaj e mençur, mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri, vullneti i Perëndisë. Pra, trupat tuaj si flit të gjallë, të shenjtë, të pëlqyeshëm për Perëndin. Është ai holokaust, fli i gjallë përpara Zotit, trupat tanë, gjymtyrët tonë, jetën tonë, që është i shenjtë, i pëlqyeshëm për Perëndin. Me siguri ka aromë të mirë për Zotin. Ajo gjë. Holokaust, flim me djegje. Pra ai po thotë gjithçka që kemi, gjithçka që jemi konsumohet për të. Zoti është gjithçka për ty. Ai ka bërë gjithçka për mua. Atëherë jemi na ata që duhet të jetojmë për të konsumohemi për të. Ky është kuptimi. Konsumohemi për të. Kështu shtëpia e Zotit vjen erë të mirë. Kështu shtëpia e Zotit vjen erë të mirë. I keni parasysh ato që rinë të zbukurimit? Ato vinë erë të mirë dhe pa i ndezur, xhanëm, kur afrohesh aty. Po erë të mirë fare vjen kur digjen, është kështu? Kur digjen. Lëshojnë një aromë shumë të mirë. Imagjino të kesh shumë nga ata që i ndez. Bushet tërë shtëpia. Me aromë të mirë. Me aromë të mirë. Edhe ka ndryshim në atë mjedis. Njerëzit në punë, në familje, nxënësit në shkollë, çfarë arome, po them, çfarë ere nuhasin prej nesh.
Kur ne u açojmë ungjillin të tjerëve, bëhemi një aromë e këndshme për Zotin. Zoti kënaqet kur e vërteta predikohet. Aroma e Krishtit e dini ndan ata njerëz që vendosin të besojnë Krishtit. Për ata njerëz të cilët predikojnë ungjillin dhe kanë një jetë që i pëlqen Zotit, për ata njerëz që duan të besojnë atij, këta njerëz janë një erë e këndshme, një aromë jete. Dërsa për ata tjerët, kur mbajnë këtë erë, për ata që nuk duan të ekspozohet mëkati i tyre, duan të qëndrojnë në errësirë. Për ata, kjo lloj ere e këtyre njerëzve është një erë vdekje. Nuk është një erë jete. Edhe përgjegjësia jonë është të jemi një erë e këndshme për Zotin. Po të bëjmë ç'është e mundur që ne të jemi një aromë e mirë që i pëlqejmë Perëndis, që i jetojmë fjalën e Perëndis ashtu siç është. Prandaj, kjo e fundit që do të shohim, i vë kapakun, gjërave që ne kemi parë deri tani, sepse shërbimi është të lejojmë Zotin të flasë përmes nesh, jo të flasim ne në emër të Tij. Tani mos e keq kuptojmë këtë, prandaj gjërat duhen marrë në kontekst, sepse ne kur flasim në emër të Zotit, domethënë Zoti thotë themi, po ka një kuptim tjetër në kontekst, kjo gjë që është shkruar aty. Shikoni me vëmendje. Pali flet për ata që e shtrembërojnë fjalën e Zotit. Ta lexojmë pasazhin? Sepse nuk shtrembërojmë fjalën e Perëndis. Shikoni me vëmendje. Nuk shtrembërojmë fjalën e Perëndis si shumë të tjerë, por si prej sinqeritetit, por si prej Perëndis, për para Perëndis, flasim në Krishtin. Tani, kur e lexon këtë, thua, çfarë mund të mësoj këtu? Pali flet për ata që e shtrembërojnë fjalën e Perëndis. Tani, të shtrembërosh fjalën e Zotit, fjala e Zotit është e pastër. Po imagjino ta përzihesh me diçka që është e huaj, që nuk është fjalë e Perëndis, edhe që nuk është pjesë e saj. Ne themi shpeshherë, ki kujdes nga doktrinat e rreme. Themi kështu, ki kujdes nga doktrinat e rreme. Në fakt, ki kujdes nga një jetë e rreme. Nuk po them që të mos kemi kujdes nga doktrinat e rreme, Zoti na paralajmëron, por në fakt, ki parasysh, ki kujdes nga një jetë e rreme. Ju mund të thoni pse e thua ti një gjë të tillë, sepse njerëzit e shtrembërojnë fjalën për shkak sepse jeta e tyre është e shtrembët. Kur dikush ka një jetë të shtrembët, ai do të shtrembërojë fjalën e Zotit. Ai do të nxjerrë vargje jashtë kontekstit në Bibël, që të justifikojë jetën e tij të shtrembët, mëkatet e tij. Nuk do të citojë ato vargje që flasin kundër problemeve që ai ka, kundër mëkatit të tij, të jesh i sigurt për këtë gjë. Edhe njerëz të tillë shtrembërojnë fjalën e Zotit. Ju mund thoni Landi po shkon për te kësaj, domethënë çfarë po thua. Shikoni pak te letra 2 Korintësve kapitulli 3 në kontekst, vargjet 2 dhe 3. E keni aty, ja. Okay. Pali thot, ju jeni letra jon, e shkruar brenda në zemrat tona, e njohur dhe e lexuar nga të gjithë njerëzit, duke qenë manifestuar se jeni letër e Krishtit, e hartuar me anë të shërbesës son dhe e shkruar jo me bojë, por me frymën e Perëndisë së gjallë, dhe jo mbi rasa guri, por mbi rasa të mishta të zemrës. Në vargun 3 shikoni vargun 3 në fillim, duke qenë manifestuar se jeni letër e Krishtit. Shikoni fundin e vargut 2, e njohur dhe e lexuar nga të gjithë njerëzit. O Zot. Po më thoshte një pastori një kishe para 2 muajve, në fakt u takuam bashkë me të. Edhe po thoshte, nuk e di si është në kishën tuaj, thonë, po ne ndonjëherë thotë kemi njerëz aty ende të pa rritur, po që është dikush thotë që për shembull nuk i flet dikujt tjetër. Midis nesh. Jo vetëm kaq, po ka besimtarë që e mbështesin këtë që nuk u flet vëllezërve. Tani unë heshta për momentin aty, por mendoni pak. Njerëz që me jetën e tyre proklamojnë fjalën e Zotit. Ajo është fjala e Zotit, ta urresh tjetrin, të mos e duash atë, të bësh thashëtheme ndaj të tjerëve. Kjo është fjala e Zotit. Edhe dini çfarë, ka njerëz që i mbështesin njerëz të tillë që merren vetëm me këto gjëra.
Edhe si mund ta gëlltisin atë lloj arome? Si mund ta gëlltisin atë lloj arome? Mendoni pak. Çfarë doktrinë është ajo? A është fjala e Perëndis apo është falsifikimi i fjalës së Perëndis? Nëse njëri përçon urrëtie ndaj tjetrit, hidhërim ndaj tjetrit, nuk i flet me gojë, apo bën thashë theme ndaj dikujt. Ky është versioni i Biblës, kjo letra që e lexojnë të tjerët, apo mos është falsifikim i fjalës së Perëndis? Mos është falsifikim i fjalës së Zotit, sepse fjala e Perëndis na thot ne që duajeni njëri tjetrin. Shërbejeni njëri tjetrin. Po jo thot duajeni njëri tjetrin, po thot duajeni fort njëri tjetrin. Çfarë versioni të falsifikuar përcjellin njerëz të tillë në krishtërimin e sotshëm? Mos mbështet njerëz të tillë. Më mirë thuaju të vërtetën. Ky është versioni i Biblës që ne duhet të shpallim përpara njerëzve. Njerëz të vërtetë që e duam Zotin, që e duam njëri tjetrin. Amen? Kështu duhet të jetë. Një fli e gjallë. Përndryshe, si do ta durosh atë lloj ere? A e duron atë lloj ere vazhdimisht? Është ere keqe. Cili është versioni i Biblës që po proklamon përpara të tjerëve? A e lexojnë ata Biblën përmes jetës tënde? Apo mos është e falsifikuar? Ekziston një sulm satanik për të shtrembëruar dhe korruptuar fjalën e Zotit në të njëjtën mënyrë siç veproi gjarpri në kopshtin e Edenit. Dhe pali paralajmëron që do të ndodh një largim nga besimi. Sigurisht, duhet të kemi kujdes me këto gjëra. Unë prapë erdha këtu. Letra 2 e Timoteut, kapitulli 4, janë vargje të njohura në fakt, po pali afër fundit të jetës së tij, po i shkruan dishepullit të tij Timoteut, i cili ishte pastori i një kishe. Edhe i thotë, unë po të përbej pra përpara Perëndis dhe Zotit Jezu Krisht, që ka për të gjykuar të gjallë dhe të vdekur, thotë, në dukjen e tij dhe në mbretërinë e tij. Prediko fjalën ngul këmbë me kohë e pa kohë. Bind dhe qorto, thotë. Bind dhe qorto. Edhe thotë, vazhdojmë si e thot Pali, sepse nuk flet vetëm për bindjen aty, por thot këshillo me çdo zemërgjerësi dhe mësim. Këshillo me çdo zemërgjerësi dhe mësim, sepse do të vi koha kur njerëzit nuk do ta adurojnë doktrinën e shëndos, po sipas endjeve të veta, do të mbledhin grumbull mësues për të gudulisur veshët dhe do t'i largojnë veshët nga e vërteta dhe do t'i kthejnë drejt prallave. Por ti i kthjellët në çdo gjë, hiq keq, krye punën e ungjilltarit, përmbushe plotësisht shërbesën tënde. Timoteje, ti ke një mision. Kapu tek e vërteta. Bëj atë që Zoti të thotë. Prediko ungjillin, fito njerëz, bëj dishepull, prediko fjalën. Fokusohu aty ku duhet, ec përpara. Sepse Zoti do të jetë me ty. Edhe Pali e bën të qartë, ai flet në Krishtin. Në Krishtin. Kërcënimi kundër krishtërimit sot janë njerëz që duan të prishin shtëpinë e Perëndis. Por le ta marrim këtë në zbatimin ton personal. Ju kujtohet Jezusi kur ishte përpara 2000 vitesh, ai shkoi në tempull. Edhe u ktheu përmbys tavolinat atyre që shkëmbenin para në tempull, që e kishin kthyer shtëpinë e Perëndis në një shtëpi tregtie. Jezusi ti duhet ta bënte një gjë tillë. Edhe ai tha, shtëpia e tim është një shtëpi lutje. Dhe ju e keni kthyer në një shtëpi kusarësh. Sa e rëndë që ishte. Zotit i duhet të merret me kishën e tij. Kujdes. Çfarë versioni të Biblës po u tregojmë njerëzve? Të falsifikuar apo të vërtetë? Ta marrim në zbatim personal, kush është tempulli i frymës në Dhjatën e Re? Jemi ne apo jo, trupi ynë? Trupi ynë. Çfarë gjërash në jetën tonë duhet të kthejmë përmbys, t'i heqim, t'i përzëm, që shtëpia e Perëndis, që është tempulli i tij, trupi ynë, të jetë një shtëpi lutjeje për Perëndin. Cilat janë ato idhuj, apo gjëra, zakone mëkatare, mëkate, apo dëshira të mishit, urrëtie, lakmi, paudhësi, përbuzje, ndaj njëri tjetrit, thashe theme,
çfarë gjërash që janë futur brenda tempullit ton, nga këto që unë thash, ose nëse janë të gjitha për dikë, nuk e di, duhet heqësh. Ti thuar Zotit, Zoti, shtëpia jote duhet jetë një shtëpi lutje për lavdin tënde. Apo na pëlqen ajo ere keqe e versionit të shtrëmbëruar të fjalës Perëndis, që ne japim përpara të tjerëve që të tjerët ta lexojnë. Edhe jo vetëm aq, po kemi edhe njerëz që na mbështesin për këtë gjë. Sa e rëndë dhe sa turp, nëse kjo është e vërtetë. Le të jemi të sinqertë. Prandaj Pali thotë, lexojmë edhe një herë atë vargun. Çoje pak lutem tek 2 Korintasit 2:17. Ja, e kemi këtu lart. 2 Korintasit 2:17. Po shikoni me vëmendje edhe një herë vargun. E shikojmë si thot Pali, sepse nuk shtrembrojmë fjalën e Perëndisë si shumë të tjerë, por si prej sinqeritetit, por si prej Perëndisë, përpara Perëndisë. Flasim në Krishtin. Si prej sinqeritetit, por si prej Perëndisë, përpara Perëndisë, ne flasim në Krishtin. Është rënd godet kjo, e vërteta duhet thuhet. Versioni i Biblës që duhet të shfaqet përpara njerëzve, botës pa shpëtuar, po edhe kishës, duhet jetë versioni i vërtet i Biblës. Jo një version i falsifikuar. Nëse korruptohet mesazhi, korruptohet shërbimi. Le të ulim kokën gjithë. Sepse ne nuk shtrembrojmë fjalën e Perëndisë, si shumë të tjerë. Si shumë të tjerë. Do të thotë që ka të tjerë që e shtrembrojnë. Kjo është pyetje e vështirë për ta thënë në këtë kish, por a mos jemi ne njëri prej tyre që shtrembron fjalën e Perëndisë? Apo e merr si goditje këtë nga fjala e Zotit? A mos po shtrembron fjalën e Perëndisë, si shumë të tjerë? Pyetja është, çfarë parfumi ke hedhur sot? Çfarë parfumi që ke hedhur sot? Nuk e kam fjalën për parfum fizik. Çfarë ere lëshon ti kur je përpara një, çfarë arome, çfarë ere ndjejnë të tjerët kur janë në prezencën tënde? Cili është versioni i Biblës që ti po u jep atyre? Versioni e vërtet apo të falsifikuar? Apo ku ndërbojmë vendin? Lëshojmë aromë të mirë apo ku ndërbojmë vendin? Çfarë arome kemi kur u afrohemi pranë njerëzve? Nëse Zoti ka folur sot në lidhje me të vërtetën, me diçka që duhet ndryshosh në jetën tënde, ti thuash atë Zot, unë dua të jem një aromë e mirë, e këndshme për ty, ku ti të kënaqesh me aromën e jetës time. A mund të thuash Zotit, nëse ai të ka folur në zemër, a mund të thuash atë Zot, unë dua të bëj atë që ty të pëlqen, jo atë që më pëlqen mua. Dhe jepi ati, dorëzoj ati. Le të jemi ne si një holokaust, një flie gjallë, e pëlqyeshme, e këndshme për Zotin. Romakët 12. Nëse Zotit ka folur sot, a mund të thuash atë thuaj, të lutem. Kalojmë disa momente në heshtje, edhe unë do të mbyll me një lutje. Ati dashur, faleminderit për të vërtetën tënde, Zot, faleminderit që dhe kur qortohemi prej Teje, Zot, ne e kuptojmë që vërteta jote meriton të lavdërohet, jo jetët tona, Zot. Të falenderoj Ty për të vërtetën, Zot, e vërteta jote është ashtu siç është, qëndron mbi çdo autoritet tjetër. Faleminderit që
ne duhet të ndjekim ty, të jetë drejtuesi, Zot. Faleminderit për pastërtinë tënde, për shenjtërinë tënde, po faleminderit për dashurinë tënde nga ana tjetër, që ke durimin edhe të na mësosh, të na këshillosh, të na qortosh. Zot, ne duam të jemi një aromë e këndshme për ty. Të thyemi ndaj vetes. Të mos jemi të hidhur ndaj njëri tjetrit, por njerëz të thyer që të japin ty lavdi. Ashtu si ajo ena prej alabastri që Maria theu përpara teje, Zot. Dhe ajo aromë mbushi gjithë shtëpinë. Zot, le të jemi ne sot të thyer përpara teje. Ku aroma jote të shpërndahet. Aroma e Krishtit. Është një erë e mirë që ndryshon gjithë mjedisin. Faleminderit, Zot, për të vërtetën tënde. Lutem, Zot, që të na mësosh që të jemi dishepuj të tu. Faleminderit për konferencën që do të kemi përpara. Lutem që të punosh në zemrat tona fort. Njerëz që i shohim të tjerët me dashuri dhe me dëshirën që të rritën. Faleminderit për këtë kohë, Zot. Të dua dhe lutem në emrin tënd, Zot Jezus.